privilegj, unë jam produkt i UBT-s, kam kryer nivelin e studime bachelor dhe master në UBT, si student i dalluar. Pastaj, pas përfundimit nivelit master, kam kënaqësinë që jam tash tutje mbi 4 vjet mësimdhënës në UBT, dhe me të vërtetë është një kënaqësi dhe privilegj që ne gëzojmë si mësimdhënës, që me shpreh njohuri edhe dituni tek studentët apo gjeneratat e reja. Me të vërtetë, një ndër nga elementet apo pikat e forta të UBT-s si institucion është cilësia. Andaj mesazhi është i qartë edhe i thjeshtë për studentët e ri. Cilësi do të gjeni në UBT, sidomos në drejtimin e arkitekturës dhe planifikimit hapësinor, në të cilën, sipas opinionit tim, është një profesion me privilegj, me përgjegjësi të mëdha, se momentet që analizojmë si profesion në glob, bazë statistikave, janë vetëm 3.2 milion arkitektë. Nevojitet për kushtim, kujdes, por elemente tjera që mund të faktorizojnë UBT-n në treg, por edhe për studentat të rinj, është kushtet. Janë sallat, ambientet, pajisjet, përpos degës Prishtinë dhe ndërtesës Lugagjinit që jemi ne, kemi edhe kampusin inovativ në Lipjan, po ashtu është dega Ferizajit edhe Prizrenit, ku i kanë sallat specifike, ku student mund të punojë me pajisjet e tyre, mirë po edhe sallat me hapësirë të mëdha, ku mund të ndëgjojnë ligjëratat, edhe të praktikojnë ushtrimet e lëndës, laboratore specifike, në landë kompjuterike, e kështu me radhë. Nga vetë UBT-ja, pasi që jemi thirrë në intervistë, kemi qenë disa kolegë të studentë të dalluar, dhe tani më që 4 vite jemi pjesë e UBT-s, sepse me përkushtim të thotë UBT-ja punëson edhe produktin e tyre. Do thotë ideja është për UBT si institucion, që më kam përkrahur edhe mua, është që të më motivojnë të studioj edhe më shumë, që një ditë të bëhem edhe me titull profesor.